Përshëndetje miq, të bëjmë pak muhabete tani për punët e padukshme. Vetëm kush punon, ja din megjithmonë vlerën se sa punë ka një shtëpi, ose sidomos kuzhina, gatimet, recetat, pastërtia. Vetëm me një kënd të shtëpisë, sidomos të kuzhinës, duhen 3 orë të mira në qoftë se ti gatuan ashtu siç duhet, jo ena, jo pjata, jo luga, jo piruni, jo po kjo, jo udoq, jo derdh, siç e pat soba ishte shumë pis, se ishte derdhur qumshi, edhe unë vendosa që këtë video ta bëj pa filtra fare dhe nuk e kam problem fare, edhe nëse më kritikojnë, më shajnë, u sa keq e pas ka lënë, u sa pis, e më thej të thash, se çdo njeri pastërtinë e ka për veten e vet. Këtu pas ka shkuar në qik video shtremët. Tani të shikoni tani, këtu do ta filloj me këto pasën e dhëmbëve. Unë e kam postuar dhe më parë këtë video, po mi që i kisha akoma më kishin tepëruar dhe sot bëra pasën për të larë tenxheret edhe atë piano kotura. Tu kemi dorezat dhe atë forneto që unë e përdor për furrin e sobës, edhe kam përdorur për pianurën që mu derdh qumshi dhe ishte shumë pis. Do lajmë të i brikët e tenxherit inoksin me të pasën e dhëmbëve, me sot buke dhe me ilaçenësh. E kam postuar dhe më parë. Mirë, do ta përgatisim së bashku. Këtu olla kafe, tash jam të përgatis njërë këto, që të, do më thënë që të hap punë vetis, edhe të pastroj piano kotura, që të kemi dhe do më thënë vënd ku të lëvis. Kështu që po zëm edhe kosin, shikoni videon deri në fund. Në fillim do heqim gjithë çka kemi sipër kuzhinës. Edhe këtë zgrasator unë e përgatis vetë, edhe doja të thoja që gjithmonë kritikojnë. Unë e di shumë mirë që ne gratë jemi shumë të ngarkuara, por mos u heqim meritën se ka dhe burra që megjithmonë që kujdesin shumë për pastrimin e shtëpisë o për kuzhinën, më falni, o për gatimet. Tëra ato peshqira që ne nuk na duhen, unë nuk i jetej, i preso, i bëj shtupa, më pëlqejnë shumë këto, se i sjellin në tenxhere dhe rrin të bardha. Tu kisha tharë disa lëkura portokalli, mandarine dhe shege, i kam tharë, i vendosim për kavanoza, sot kam të gati 3 orë vetëm në kuzhinë, vetëm më thënë me një kënd të kuzhinës, se ka shumë punë. E vërtet që kuzhinë nuk e lëna njerë, po kur njeriu nuk është mirë, për shumë të thëmë koka, unë tani e kam gjetur, kur nuk e ndi vite mirë, i lej punën gjysëm edhe kur kam kohë i bëj, kështu që nuk e kam problem shumë, nuk e kam shumë problem. Më ka thënë një murgesh që është 94 vjeç, o Eli, kur lodhet ç'lodh, kur e sëmur, kur ro, kështu që mos e vrit shmendjen. Edhe kështu që kur kalo ka mosha me gjithmonë që nuk kemi më fuqi, edhe e ndjera nëna ime thosh gjithmonë, ua, vajza, bëjni ju tani të keqen mamaje, se unë nuk jam ajo që kam qenë, kështu që unë e re jam akoma, po fuqia nuk është e njëjtë. Këtu tani presim këto që kemi pasën dhëmbëve që ngele në fund, nuk gjehet kur i kam vdekje. E vërtet që ma në njërë më kritikojnë që do nxjerrësh dhjam nga pleshti. Jo, unë e kam thënë gjithmonë që e ngatërojnë kursimin me nikoqillikun. Ma vjen keq që ti hedh teja. Kështu që e heqim, i vendosim në një tas, pak ilaç enësh, pak sot buke, megjithmonë që i bën dritë. Si mos kjo pasta dhëmbëve edhe për atletet, unë kam postuar dhe një video edhe në YouTube, Ilan i bën dritë. E kështu që unë sot e përdora si për kuzhinën, edhe për tenxheret, edhe një pjesë odha mi kavanos, edhe e përdor edhe për të larë banjët, sidomos për banjën dhe për inox është ideale. Kurse piano kotura, si që kam thënë dhe më parë, kam postuar video më parë, përdor ato fornetë kur është shumë pisë, se kur nuk është pisë, unë e shplaj, edhe me atë zgrasatorin që kam përgatitur vetë me uthull dhe me ilaç enësh, që është shumë e mirë. Edhe këtë video e ka postuar, edhe këtu, me që kisha në dorë atë që përgatita me pasën dhëmbëve, lajme dhe gëshër, i bëjmë dritë. E kështu, doja të thoja që gjithmonë flasin që në njëherë, edhe kur je në shtëpi, ma që ke përse gjithit në shtëpi ke qënë. Gjithmonë që në shtëpi edhe gratë që në shtëpi kanë punë shumë. Bile më keq se ne që punojmë, sepse
kërkojnë shumë nga vetvetja, u s'kam bërë këtë, do bëj këtë, do bëj atë, edhe më the të thash, këtu të zëjmë qik qumshin, hoqa ajkën, e fusim në ngrirje ajkën, e mbledhim dhe përgatis gjalp. Ky qumshin faktikisht e harrova tenxherën, ma bëri pis piano kotura pripret ma ka bërë. E heqim ajkën, e fusim në ngrirje, e ngrofa qumshin dhe hedhim në një tas e zëmkosim. Ja kështu, unë gjithmonë kam postuar video dhe nuk e kam shumë problem të postoj dhe prapa skenat, se gjithmonë dhe në Instagram nxjerrim video të bukura, pjata të bukura, por po prapa skene ka shumë punë edhe për pastërtin duhet shumë punë. Tu heqim pak kos, lejmë kosën tek tasi, unë e zë gjithmonë. Kam postuar dhe një video, e blej qumshin tek makinetet dhe kosi bëhet shumë i mirë. Hedhim qumshin e provoj me gishtin e vogël. Nëse gishti i vogël e duron temperaturën, është gati për të zënë kosin. Shikoni, e përzihen mirë. Unë këto po i bëj me që kisha në duar, thash po tregoj se ka edhe persona, vajza që më shkojnë gjithmonë ojli si e zakosin. Prandaj po tregoj me që jam këtu po pastroj, thash vendosa edhe këto video pa përtim fare. Vendosim një batanie, si që zini në natona, unë edhe këtu në Itali këshu, e mbulojmë i picet, edhe e vendosim në një vend të ngrohtë, unë sot e futa tek fura, ose afër kaloriferit, e lë një natë, ose nga mëngjesin darkë, tani që është ftohtë. Edhe filloj me lavastovile, edhe për të nxjerrin te lara është punë. Nxjerrim gjitha entë. E lara që vendosa mbrëmë dhe vendosa të pa lara që të hap pak vend që të pastrojmë. Se ndofta ju do jeni trembur kur pat video, por unë, si që thash, nuk e kam problem fare. Si që thash, pastërtinë e kam për vetin time, po megjithmonë që ishte rëmuj dhe doja të tregoj që sa kohë duhet për të pastruar vetin një kënd, si që shikoni ju pianurën, pianura e thonë këto nuk e di tani, këtu e kam vendosur video me shpejt, po heqim gjithënët, po pastrojmë komplet, kurse pianurën ku gatuajmë, unë i ndes ato do më thënë flakën, që në cefet një qik mirë, ja duket dhe në video, se kur janë të ngrota i lanë më mirë, heqim gjithënët, lava tenxhere, qikoni tani duket, edhe me këto forneton, basi kam nxefur mirë atë pjesët e pianurës që gatuajmë, e spërkas me këtë forneton, e lej që të zbutet, e disi lajnë, për një qik nuk lodhesh fare. Ndërkohë atë pasën që përgatitëm, përdorim këtë rjetën e imët, paljeta fine, vendosim doreza dhe lajmë tenxheret që kemi, ato të kafes, ato kafetjera që kemi ne këtu i lajmë vetëm nga jashtë, se brenda pasaj kur përgatitet kafja vjen nerë. Ja kështu, kam bërë goxha punë, por ama vetëm një pjesë, kështu që duhet i falenderojmë nënat e motrat, o vlezër, o baballar, ato që gjithmonë punojnë, edhe mbajnë shtëpi në këmbë, edhe që ndihmojnë në shtëpi në familje, se gjithmonë që është punë e madhe, gjithmonë që është punë me vete. Edhe nëse nuk shkojmë në punë, shtëpia ka punë. Kur ke familje, familja mbajt në këmbë. Për një nënatë është kënaqësi. Edhe i lajmë këto pjesët, i lajmë mirë, i vendosim në një legend të bardhë, unë e përdor gjithmonë, me ujë, i lajmë mirë, i shplaj mirë, i thash, i shkoni lava plakat, u bë zizë. Në fund do të tregoj dhe videon, me gjithmonë që ja vlen, si thoni ju ja vlen apo jo, dhe na vini na i notë. E meritoj notën 10 apo jo. E ti që të më shani që këto nuk ka problem, nuk e kam problem fare. Kjo ishte përfundimi i punës, ju përshëndes, faleminderit ju që më mbështesni, më falenderoni, nuk kurceni me fjalë të mira, por unë pranoj dhe kritikat, kështu që ju përshëndes dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithëve. Ciao, ciao!